Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ba'ith Muhammedin bilisanin arabiyyin mubin, rahmeten bil mu'minina wa hujjatan ala alamin. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Falenderimet tona së gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Është ky takimi ynë i parë pas muajit Ramazan, për çka ne e lutim Allahun e madhruar që agjerimin dhe të gjitha adhurimet dhe ibadetet që i kemi bërë në këtë muaj, Allahut na i ketë pranuar. Allahu e lës që Allahut mos na privoj nga gëzimi i cilin e ka rezervuar për robërit e tij agjërues në ditën e llogarisë. Natyrshëm pas muajit Ramazan për një besimtar i cili e ka hall, e ka breng, e ka dert çështjen shpirtërore, parashtrohet pyetje se si unë mund të vazhdoj pas Ramazanit, duke qenë një besimtar korrekt, një besimtar adhurues, një besimtar i cili nuk i largohet fejës Allahut te bareke ve teala. Si mund t'ia dal që adhurimin, agjerimin, namazin, leximin e Kur'anit, dhikrin, sadakan, si t'ia dal që t'i ruaj, për faktin se Allahu te bareke ve teala na ka treguar në Kur'an se ndonjëherë rreziku për veprat është edhe pas bërjes së tyre. Pra jo vetëm në fillim nga riaja, syfatësia, por ndonjëherë veprat rrezikohen edhe pasi që t'i kryejmë. Ka thënë Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum." O ju që keni besuar, bindjuni Allahut, bindjuni dërguarit të tij dhe mos i shkatërroni veprat tuaja. Pra, atë vepër të cilën e keni bërë, ato veprat të cilat i keni bërë, ato adhurime, qofshin agjerim, namaz, mos i shkatërroni ato. Dietarët kanë përmend se ka mënyra të shumta se si shkatërrohet ose si privohet njeriu prej asaj të cilën e ka bërë, prej shpërblimit të asaj të cilën e ka bërë. Një prej këtyre mënyrave është edhe kur njeriu i kthehet avazit vjetër. Pra, kur bën gjunahe, kur bën gabime, kur thjesht pas Ramazanit është ai që ka qenë para tij, pra kur Ramazani nuk ka lënë gjurmë ndryshimi tek ky. Prandaj mëkatet janë një argument jo vetëm që nuk është pranuar agjerimi, por Allahu na ruajt edhe që mund të jetë tërësisht i humbur. Pra, mund ngel njeriu edhe pa shpërblim fare për faktin se ai i është kthyer gabimeve dhe gjunaheve. Mirë po, krahas kësaj ka dhe një çështje tjetër e cila është dilemë. Është, se them, një lloj problematike që ka nevojë për qartësim, nga se ne ndonjëherë duke menduar se duhet jemi gjithmonë në të njëjtën vijë shpirtërore me atë që kemi qenë në Ramazan, e shohim veten sikur kemi lajthit, sikur kemi deviju, sikur nuk kemi arrit me ju përmbajt asaj frymës të Ramazanit, prandaj e ndjejmë një lloj dëshpërimi, një lloj pesimizmi, një lloj gjendje të rëndë shpirtërore, dhe kjo është gabim. Është gabim për faktin se feja nuk kërkon prej nesh që ne të jemi çdo herë në të njëjtën gjendje shpirtërore, nga se është e pamundur. Pra nuk ka njeri, madje as shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që kanë qenë brezi më i mirë njerëzimit, nuk kanë pas mundësi që të jenë çdo herë në të njëjtën gjendje shpirtërore, nga se është e pamundur. Mirë po, ajo që kërkohet prej nesh pas Ramazanit është që ta ndjekim një praktik, ta bëjmë një praktik e cila mund të mos jetë e madhe, mirë po duhet që të mos ketë shkputje në të. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur është pyetur për veprën më të mirë, e ka dhënë një përkufizim interesant, ka thënë: "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall." Vepra më e mirë, më e dashur tek Allahu xhalla wala është ajo që është në vazhdimsi, mirë po edhe nëse është e pakt. Pra, ajo vepër që Allahu te bareke ve teala e don, që e pëlqen më shumë se sa vepra të tjera, është ajo që nuk ka shkputje, edhe nëse është e pakt. Për shembull, ne në Ramazan për çdo natë
kemi arritë që me fal nga 20 rekate namaz. Namaz nafile, namaz vullnetar. Teravit janë namaz vullnetar. Tani pas Ramazanit, a kemi mundësi që të pakten me i fal 2 rekate namaz natën? Kemi mundësi. Diçka që nuk na merr kohë shumë. Ai i cili i fal tani nga 2 rekate çdo natë, është më i mirë se sa dikur që një natë mund t'i fal 100 rekate e pastaj e ka një shkputje të tërësishme. I kemi agjeru 30 ditë rresht. A nuk kemi mundësi tani me agjeru të hanëve dhe tajteve? A nuk kemi mundësi me agjeru 3 ditët e bardha? A nuk kemi mundësi me agjeru 6 ditët e shevalit, për cilat Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë që kushdo që e agjeron Ramazanin dhe ja bashkangjet edhe 6 ditë të shevalit, është sikur ta ketë agjeruar tër vitin. Sigurisht se kemi shumë mundësi, mirë po ajo që neve na duhet nderuar vëllezër në këtë rrugë, në rrugën pas Ramazanit, është një lloj vendosmërie, është një lloj përforcimi në rrugën e drejtë, është ajo që dietarët musliman e kanë përmbledhur me pak fjalë si koncept el-istiqame. Istiqame nënkupton që ne me vazhdu në rrugën Allahut te bareke ve teala duke qenë të pathyeshëm. Ka një njerëz tek pejgamberi alayhi salatu wassalam i quajtur me emrin Sufjan al-Thaqafi. Edhe ja ka parashtuar një pyetje interesante pejgamberi, një kërkesë interesante. Ka thënë: "Ja Rasulullah, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ba'dak." O i dërguari i Allahut, a mund të më thuash një fjalë, a më jap një këshill, një udhëzim, një porosi, për të cilën unë pas teje nuk do ta pyes askën. Pra, po kërkon diçka jetësore, diçka të madhe, diçka me të cilën ai do ta vazhdojnë jetën e tij deri në vdekje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e përmblodhi krejt porosinë e tij me 2 fjalë dhe i tha: "Kul amantu billah thumma istaqim." Thuaj kam besu Allahun e pastaj qëndro i palëkundur në këtë rrugë. Pra, e kërkoj një këshill jetësore, kërkoj diçka që nuk do të ketë nevojë të drejtohet askujt më përveç dërguarit Allahut te barek sallallahu alaihi wasallam, dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam ja dha këtë përgjigje. Tha: thuaj kam besuar Allahun edhe mos ju ndaj kësaj rruge. Dietarët musliman e kanë zbërthyr si koncept, edhe unë vërtet sonte nuk për shkak se kemi përmend edhe herave tjera, edhe në hutbë edhe në ligjërata të tjera, sonte kam vendosur që me përmend disa komponent, disa elemente, disa përbërës të istikamës. Pra, diçka që istikameja, qëndrimi në rrugën e Allahut te bareke ve teala, ndërtohet në bazë të tyre. Ajo që neve na duhet në radhë të parë, nderuar vëllezër, në këtë periudhën pas Ramazanit, në mënyrë që ne të qëndrojmë të fuqishëm dhe të mos lajtisim, është mbajtja për Kur'anit. Allahu xhallahu ala muajin e Ramazanit e ka bërë muaj të Kur'anit, muaj në cilin ka filluar të shpallet Kur'ani. Kur'ani është shpall jo thjesht të lexohet, por që të udhëzohemi me të. Dhe jo rastësisht Allahu te bareke ve teala ka përzgjedh që pikërisht ato ajetet e para të Kur'anit ta shpalosin edhe misionin e tij. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ky është një libër në të cilin nuk ka dyshim se është prej Allahut dhe i cili është udhëzues për besimtarët. Pra Allahu xhallahu ala e ka shpall Kur'anin jo për dekor, jo thjesht për lexim, mirë po për orientim në jetë me Kur'anin, për vazhdimin e jetës, e rrugës jetësore me Kur'anin. Dhe janë të shumta ajetet që para nesh, nderuar vëllezër, e shpalosin dhe e ofrojnë këtë përmbajtjen kuranore e cila neve na udhëzon. Për shembull, Allahu ka thënë në Kur'an: "Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq li yuthabbita alladhina amanu." Thuaj, Kur'anin e ka shpall shpirti i shenjtë, Xhibrili, me të vërtetën, li yuthabbita alladhina amanu, që Allahu me Kur'anin t'i forcoj ata që kanë besuar. Pra, Allahu e ka shpall Kur'anin dhe na ka urdhëruar që ne ta lexojmë
nga se Kurani për neve paraqet një lloj force shpirtërore, paraqet një lloj mbështetësi shpirtëror, paraqet një shok të jetës i cili na udhëzon në atë që është më e mira. Kurani, siç edhe është përmendur nga vetë Allahu te bareke ve teala, paraqet absolutisht atë që është udhëzimi më i mirë. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, me të vërtetë ky Kur'an udhëzon në atë që është më e mira. Pra nëse ka një çështje në jetë që ti mund gjesh për të edhe udhëzime tjera, edhe mësime tjera të mira, dije se në Kur'an e ke mësimin edhe më të mirë se sa ato që i ke gjetë jashtë. Pra, është absolutisht udhëzuesi më i mirë, është absolutisht libri i cili ofron alternativat, zgjidhjet, udhëzimet më të mira. Nderuar vëllezër, Allahu te bareke ve teala Kur'anin e ka shpall edhe si një lloj qetësuesi shpirtëror. Për shembull, ka një hadith që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë se ata që lexojnë Kur'anin dhe studiojnë, Allahu te bareke ve teala u azbret sekinën. Sekina është ajo qetësia shpirtërore të cilën e ndjen një besimtar dhe e cila nuk mund përshkruhet. Pra është diçka që Allahu te bareke ve teala e dhuron dhe e cila nuk mund përshkruhet nga ne njerëzit. Mirë po, ajo që neve na duhet me pas të qartë është që me kuptu Kur'anin edhe rolin e tij në mënyrë të qartë. Pra, a është Kur'ani thjesht që ne ta lexojmë për shpërblim? E lexojmë një kapitull dhe llogarisim që secila germ na dhuron nga 10 sevape, edhe pastaj e mbyllim edhe vazhdojmë jetën tonë? Jo. Kur'ani krahas kësaj dhe roli i tij dhe misioni i tij i parë është që neve të na udhëzojnë në rrugën e drejtë. Dhe për ta pas qartë, nderuar vëllezër, se çfarë ndikimi të madh ka Kur'ani, çfarë fuqie të madhe ka Kur'ani në udhëzimin tonë, do t'i referohem një hadith interesant, cilin pejgamberi alayhis salatu wassalam në mënyrë figurative e përshkruan Kur'anin si litar. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, fa inna hadha al-Qur'ana sababun tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum. Ka thënë, ky Kur'an është litar, një pjesë e cilit është në dorën e Allahut dhe pjesa tjetër është në dorën tuaj. Pra nëse kemi një litar dhe dikush e mban në anën tjetër, edhe ky në anën tjetër, litari është i drejtë dhe që të dy janë të lidhur. Ne besimtarët, për aq kohë sa lexojmë Kur'anin, për aq kohë sa i përmbahemi Kur'anit, ne jemi të lidhur në mënyrë figurative me Allahun te bareke ve teala kësaj. Pra lidhja jonë është e pashkputur, lidhja jonë është e fuqishme. Mu ashtu siç dy veta e mbajnë njëri tjetrin nëpërmjet litarit, po kështu edhe ne besimtarët, nëse lexojmë Kur'anin, nëse i përmbahemi udhëzimeve të tij, atëherë nuk ka mundësi që ne të lajthisim. Jo rastisht pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, pas meje ja u kum lënë dy gjëra, që nëse ju i përmbaheni atyre, nuk do të devijeni kurrë. Pra, kushdo që i përmbahet Kur'anit, i përmbahet Sunetit, ai është përmbajt të vërtetës, prandaj edhe nuk do të humbë kurrë. Çështja e dytë, nderuar vëllezër, që neve na forcon shumë në këtë rrugë, ka të bëjë me çështjen e aspektit vullnetar të cilin e kemi mësuar në Ramazan. Ne përmendëm se namazi teravive është namaz vullnetar, është namaz nafile, është namaz cilin e bëjmë në shenjë respekti dhe dashurie ndaj Allahut te bareke ve teala. Që ne të jemi të udhëzuar në këtë rrugë, që ne të jemi të udhëzuar në këtë rrugë dhe të mos lajthisim nga rruga e drejtë, ajo që duhet bëjmë është që t'i përmbahemi pikërisht nafileve. Në një hadith kutsi, Allahu te bareke ve teala ka përmend se farzi është parsore, po? Farzi është diçka që nuk diskutohet, është diçka që duhet ta kryejë secili prej nesh, dhe për kryerjen e tij në një farë forme, ai nuk guxon që të mendoj të falenderohet, për shkak se e ka çuar në vend një detyrim, apo? Ndërsa për kryerjen e nafileve, ai meriton një respekt të veçantë. Kryerja e nafileve, falja e suneteve, e ka një rëndësi teje të madhe, ashtu siç Allahu në këtë hadith kutsi e ka përshkruar,
wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Robi im do të vazhdon me fal nafile derisa ta fiton dashurinë time. Pra rruga, mënyra se si ne e fitojmë dashurinë Allahut te bareke ve teala është nëpërmjet faljes së nafileve, nëpërmjet faljes së suneteve, nëpërmjet këtij aspektit vullnetar. Nderuar vëllezër, ne i kemi falë për një herë 20 rekate, apo? Dhe ai që ka falë 20 rekate është përmend nga hoxhallarët shpesh, kush i fal namazin e taravive me imamin, llogaritet sikur të falë të natën, kush e fal namazin e taravive me kamë Ramazane, i falen gjunaat e mëparshme. Mirë, kush i fal 12 rekate gjatë ditës namaz vullnetar, çka fiton? E fiton një shtëpinë e xhennet. Dhe këto janë të ndara. Pra jo për një herë, ne i kemi falë në Ramazan 20 rekate për një herë, na kanë marrë kohë, na kanë marrë energji, na kanë marrë mend, ndërsa tani gjatë ditës ka mundësi që në periudha të ndara dhe nuk na marrin më shumë se 20 minuta me i falë të 12 rekate, edhe me fitu një shtëpi në xhennet. Prandaj nderuar vëllezër, dietarët musliman kanë thënë se në qoftë se e shehni njeriu i cili i lën sunetet, dyshoni në fetarinë e tij. Në qoftë se e shehni një njeri i cili braktis sunetet, nuk i fal sunetet, nuk i fal nafilet, një farforme dyshoni në përsosurinë e fetarisë së tij. Nuk mund të jetë, siç kanë thënë dietarët, nuk mund të jetë besimtar i devotshëm ai njeri i cili i lën sunetet. Nuk mund të jetë besimtar i mirë ai i cili i braktis sunetet. Fudhajl ibn Iyad ka thënë farzi është kapitali. Ata që merren me tregti, farzi është kapitali, ndërsa suneti është fitimi. Farzi është ajo që ne, siç tham, duhet me kry se është obligim, duhet me kry patjetër. Ndërsa sunetet, nafilet, namazi vullnetar është fitimi. Prandaj ne duhet që t'i falim teravit, nga se është përmend nga, nëse nuk gabohem, Abdullah ibn Mubareku ose sahabiu ibn Mesudi, ai i cili i lën sunetet, do t'i lën edhe farzet. Pra, mënyra e parë, Allah na ruajt, hapi i parë në largimin nga praktika fetare është braktisja e sunetit. Prandaj ne duhet që me vazhdu me faljen e suneteve, cilat nuk janë shumë, në mënyrë që edhe me ru fen ton, edhe mos me u privu prej shpërblimeve. Çështje tjetër, nderuar vëllezër, e cila na ndihmon që në këtë rrugë me vazhdu të fortë dhe të pathyeshëm, është çështja e shoqërisë. Ju e dini që në Kur'an famad dhe në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam i është kushtuar rëndësi e madhe shokut. Madje bazuar në mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, vlerësimi i një njeriu bëhet sipas shokut që e ka. Muhamedi sa më ka thënë al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu e ka fen edhe moralin e shokut. Prandaj keni kujdes se me kë shoqëroheni. Në Kur'an, Allahu te bareke ve teala na urdhëron që ne me përzgjedh shoqërinë në mënyrë që me qenë shoqëri e cila na forcon në rrugën e Allahut te bareke ve teala, e cila na nxit në rrugën e Allahut te bareke ve teala, e cila na ndihmon që ne me vazhdu në këtë rrugë. Për shembull, ka thënë Allahu: "Wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Qëndro me ata të cilët janë përkushtuar Allahut mëngjes dhe mbrëmje, duke e kërkuar kënaqësinë e tij. Pra, shoqëria jote, ata me të cilët e kalon kohën, ata me të cilët ti e ndan ditën, natën, punon me ta, qëndron me ta, duhet të jenë të tillë që ta përkujtojnë Allahun te bareke ve teala. Për arsye se nëse janë të tjerë, desh ose jo, në një ose një formë tjetër do të dëmtohesh. Pra nuk ka njeri i cili mund thotë se unë jam imun karshi shoqërisë së keqe. Ata e kanë punën e vet, unë e kam punën time. Këto janë koncepte të gabuara. Kjo me fjalë popullore nënkupton kupton që njeriu me rajt vetveten, nga se e pranove ose jo në një formë do të ndikohesh prej shoqërisë së keqe. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë shembulli i shokut të mirë
edhe shembulli i shokut të keq është sikur shembulli i një njeriu që shet parfum. Nëse ti shkon në dyqanin e tij dhe qëndron me të, nëse nuk merr parfum, të paktën çka do të marrësh? Aromë të mirë. Pra nga besimtari është e pamundur, nga shoku i mirë, nga shoku besimtar, është e pamundur që të mos përfitosh diçka të mirë. Fjalë, këshill, nasihat, mund diçka të mirë. Ndërsa shembulli i shokut të keq është sikur shembulli i farktarit, i kovaçit, i atij që fryn në zjarr. Nëse nuk të djeg, të paktën do t'jap aromë të keq. Pra është e pamundur me qëndru në atë vend e që mos me marr në rroba, mos me ndijat erën e zjarrit, erën e prushit, erën e thëngjillit. Prandaj shoku i mirë është ai që dhuron të mira, ndërsa shoku i keq është ai që dhuron të këqija. Prandaj nderuar vëllezër, ne kemi nevojë që shoqërisë t'i kushtojmë rëndësi të jetë të madhe. Doja që t'ju përmend një thënie nga Hasan Basriu, i cili e ka përshkruar shoqërinë në nivele jashtëzakonisht të mëdha. Ka thënë kësaj: "Ikhwanuna habba ilejna min ehlina wa auladina." Vëllezërit tanë në fe janë më dashur për ne se sa familjet dhe evladët tanë. Për arsye se familja, në momentin që shkon në shtëpi, kërkon prej teje, e ke bler këtë, e ke bler atë, duhet me pagu këta, duhet me pagu ata, ndërsa vëllezërit ne kujtojnë fenë. Pra në të kuptimin e përkujtimit të botës tjetër, e motivimit, e nxitjes për vepra të mira, shoku i mirë ka përparësi dhe ndaj familjes. Pse? Për shkak se ta kujton Allahun te bareke ve teala, për shkak se të flet për fenë Allahut xhelle wala, ndërsa kthimi në shtëpi ndonjëherë të bën që ti me u marr me problemet të cilat janë të natyrshme, janë normale, mirë po që ndonjëherë edhe mund që të shmangin ose të largojnë nga rruga e drejtë. Prandaj nderuar vëllezër, në Kur'anin të Madh ka një përshkrim interesant i cili në mënyrë figurative, dhe janë të shumta këto përshkrimet figurative edhe në Kur'an edhe në Sunet, sa i përket dëshpërimit cilin njeriu do ta ketë për shkak të shokut të keq. Ka disa forma që nuk janë etike, edhe ne në takimet tona, me mezhlisat tona, sham dikush përdor mi hangër thajt, dikush i ka fshën durt. Kjo forma e kafshimit të durve është diçka që shpreh dëshpërim, zhgënjim të madh, probleme të mëdha shpirtërore, dhe pikrisht me këto imazhe Allahu xhelle wala e ka përshkruar shokun e dëshpëruar nga shoku. Ka thënë Allah: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Ditën e llogarisë do ta shehesh njeriu i cili do t'i kafshon duart e veta, edhe do thotë: "O Zot, sikur të kisha ndjekë rrugën e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ya waylata lejteni lem attakhidh fulanan khalila." Mjerë për mu, sikur të mos e kisha bo filanin shok. Pra dëshpërimi më i madh ditën e llogarisë do të jetë kur njeriu do thotë: "O Zot, sikur unë të mos isha shoqëruar me filanin, për shkak se ai njeri më ka lajthit, ai njeri më ka devijuar nga rruga e drejtë, ai njeri ka bërë që unë të mos jam në rrugën e drejtë." Ndërkohë vëllezër, element tjetër i cili ka rëndësi të madh dhe që na përforcon në rrugën e Allahut te bareke ve teala është dhikri. Përmendja Allahut xhelle wala, siç e dini edhe në Kur'an, edhe në Sunet, i është pushtuar rëndësi të e madhe. Allahu ka thënë: "Fadhkuruni adhkurkum", më përmendni, ju përmendim. Në tekste të shumta ne gjejmë mësime të cilat neve na forcojnë shumë dhe na ofrojnë dhikrin jo si shprehi, por si diçka me të cilën ne e ndërtojmë shpirtin ton, e ndërtojmë brendësinë ton, si diçka me të cilën ne forcojmë në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Allahu pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Mathalul ladhi yadhkuru rabba wal ladhi la yadhkuru kamathalil hayy wal mayyit." Shembulli i dikujt që përmend Zotin dhe i dikujt që nuk e përmend Zotin është sikur shembulli i gjallët dhe i të vdekur. Pra ai që e përmend Allahun xhelle wala, ai që bën dhikr, ai është i gjallë. Ai që nuk bën dhikr, ai është i vdekur. Dhe dhikri nëse është i tillë, pra nëse ka këtë fuqi që e bën dallimin ndërmjet jetës dhe vdekjes,
atëherë nuk duhet me marrë si diçka që është i thjeshtë. Dhikri, nderuar vëllezër, është prej mënyrave që ne e largojmë të keqen prej vetes sonë, e largojmë vezvesën, e largojmë cytjen, i largojmë gjërat që neve zakonisht na bëjnë presion për t'u larguar nga rruga e drejtë. E dini që Allah te bareke ve teala i ka shpall Muhamedit alayhi salatu wassalam dy kaptinat e fundit, të cilat quhen mbrojtëse, kul eudhu bi rabbil falak edhe kul eudhu bi rabbin nas. Këto dy kaptina janë mbrojtëse dhe në fund të kaptinës Nas Allah ka thënë min sharril waswasil khannas. O Zot, e kërkoj mbrojtjen tënde nga djalli i cili bën vezvese dhe fshihet, shfaqet dhe fshihet. Domthon dietar, ky djall kur e gjen njeriu gafil, e gjen të shkujdesur, e gjen të pavëmendshëm, i bën vezvese. Kur njeriu e përmend Allahun te bareke ve teala, khannas do zhduket, largohet, ik. Pra dhikri është ai që e largon djallin, i largon cytjet e tij, i largon ato vezveset e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka marrë një shembull edhe ka thënë shembulli i tij që e përmend Allahun xhallahu ala në raport me rujtjen prej djallit, është sikur shembulli i një ushtari, cilin është duke e ndjek një ushtri armike, është duke i shku pas tij njeriu. Dhe ky njeri për një moment hyn në kala të fortifikume edhe mbrot. A ka mundësi armiku me bëu diçka? Nuk ka mundësi. Për arsye se tani ka jetën e sigurt, tani është brenda kalas. Ai që bën dhikr është brenda kalas. Dhikri ja mundson njeriu që me u fut brenda kalas. Dhe pse është i rëndësishëm dhikri, nderuar vëllezër? Për faktin se adhurimet tjera ndonjëherë mund të jenë paksa të rënda, po? Sham me fal namaz nafile, me lexu Kur'an, me dhon sadaka, ndonjëherë sikur na duken që janë paksa të lodhshme, janë të ngarkueshme, ndërsa dhikri nuk ka alternativë. Asnjë njeri nuk ka justifikim, nuk ka arsyetim nëse e lën dhikrin. Për këtë arsye i ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, një njeri ka thënë ja Rasulullah, këto dispozitat e fesë, normat e fesë paksa të shumta. Unë jam në një moshë dhe nuk po mund t'i mbaj mend dhe pse është zgjidhja? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la yazalu lisanuk ratban min dhikrillah. Nëse ty po duken këto shumë, ajo që ti duhesh me bë patjetër është që gjuha jot me qenë vazhdimisht e lagur me përmendjen e Allahut te bareke ve teala. Prandaj Ibn Abbasi, Allah të qoftë i kënaqur me të dy, ka thonë Allahu te bareke ve teala për çdo obligim e ka caktuar një kufi, e ka caktuar një mas. Ndërsa sa i përket dhikrit, dhikri nuk ka justifikim, nuk ka arsyetim. Njeriu, për shembull, ka thonë Allahu te bareke ve teala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Përmend Allahun duke qenë kom, përmend Allahun duke qenë ulur, përmend Allahun duke qenë shtrirë. A kurzohet që për dhikr me pas abdes? Nuk kurzohet. A kurzohet që me qenë patjetër në një i kthyer nga kibla? Nuk kurzohet. A kurzohet që patjetër me qenë ulur? Nuk kurzohet. Prandaj dhikri nuk ka alternativë dhe rrjedhimisht nuk ka justifikim. Dhe ne si besimtar e kemi për detyrë që t'i kushtojmë rëndësi të jetë madhe dhikrit. Nderuar vëllezër, një çështje tjetër që neve na duhet shumë është që kjo rrugë nuk është rrugë e lehtë. Rruga shpirtërore, rruga fetare, veç mas në kohën kur tani si shehni çdo gjë jashtë xhamisë është jorse dhe tërheqëse për në haram. Pra ato fitnet, sprovat, sfidat janë të shumta. Dhe për një besimtar, zgjidhja më e mirë, zgjidhja më e qëndrueshme është që ai të bëjë durim. Jo rastësisht në Kur'an dhe në hadithe, Allahu dhe i dërguari i tij na sjellin durimin si ilaç. Për shembull ka thënë Allahu, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. O ju që keni besu, ndihmohuni nëpërmjet namazit dhe durimit. Allahu është me ata që bëjnë durim.
Pra namazi dhe durimi janë dy ilaçe, janë dy gjërat që besimtarin e ndihmojnë në jetën e tij, që ai të vazhdoj të jetë i fuqishëm. Durimi, nderuar vëllezër, nuk nënkupton pafuqinë. Jo vetëm durimi, mirë po secila prej këtyre këshillave fetare, për vlerave fetare, nuk nënkupton dobësinë. Me qenë i durueshëm, nuk nënkupton se ti nuk ke mundësi me kthy një të keqe, nuk ke mundësi me kthy me bën një haram, nuk ke mundësi me jo. Durimi nënkupton që unë duroj për hir të Allahut te bareke ve teala, sepse durimi në Kur'anin famadh është përshkruar prej veprave që janë më të fuqishme. Për shembull, në kapitullin Luqman, Luqmani ka thënë djalit vet se ja bunay aqimis sala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmi al umur. O biri, falë namazin, urdhëro për të mirë, ndalo nga e keqja dhe duro ndaj asaj që ty të ka godit, se kjo është prej punëve më të vlerësuara. Pra durimi është një prej atyre veprave që Allahu te bareke ve teala, ashtu siç I ka dalluar disa pejgamber që janë elit, po kështu e ka dalluar edhe durimin si një vepër e cila është prej veprave më të vlerësuara. Ju e dini që ne në Ramazan nuk kemi mësuar vetëm për adhurimin, apo? Kemi mësuar edhe për vlerat, apo? Në Ramazan pejgamberi alayhis salam ka thënë që nëse dikush prej njerëzve të provokon qoftë fizikisht, qoftë verbalisht, me I thonë unë jam agjërueshëm. Allahu te bareke ve teala na ka mësuar që ne nëpërmjet durimit, edhe në Ramazan, edhe jashtë, me kthy të keqen me të mirë. Për shembull në kapitullin Furqan, Allahu xhallahu ala I ka përmendur tiparet e arabarëve të sinqertë Allahu te bareke ve teala, cilët kur kalojnë pranë ignorantëve, që thonë selama. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu selama. Robërit e Allahut nuk janë mendim dhënë. Ata ecin të qetë në tokë. Dhe kur ignorantët I provokojnë, ignorant nuk nënkupton ai që nuk din. Ignorant nënkupton ai që nuk ka vlera. Jahil është ai që nuk ka vlera të mirëfillta. Dhe cila është këshilla kuranore? Është që ne durojmë dhe të themi paq. Pra një të keqe, një provokim të cilin na e bën dikush, të mos e kthejmë asesi me të keqe. Edhe për fund fare, nderuar vëllezër, ajo që na duhet sot, nesër dhe gjithmonë është që në këtë rrugë ne të mos I ndahemi lutjes. Lutja është litari që neve na lidh me Allahun te bareke ve teala, është ajo dera e cila nuk mbyllet kurrë, është mundësia që ndërmjet nesh dhe Allahut nuk është askush. Prandaj Muhamedi alayhis salam është lutur shpesh madje, edhe ka thonë Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd. O Zotim, unë të lutem që të më forcosh në tërë çështjen time, e veçmas në çështjen fetare, dhe të më bësh të pathyeshëm, të palëkundur në të vërtetën. Ne duhet lutemi shpesh, duhet lutemi vazhdimisht, që Allahu të na mbajë në këtë rrugë të udhëzuar, që Allahu të mos na privoj nga veprat të cilat kemi bërë, për arsye se edhe me këtë po e përmbylli, është pjesë e natyrës së besimtarit, pjesë e karakterit të tij, që pas një vepre të mos ndjejë arrogancë, të mos ndjejë mendjemadhësi, mirë po të bëhet edhe më modest se sa që ka qenë, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Ka thënë Allah, besimtarët kur e japin sadakan e tyre ose kur e bëjnë një vepër të mirë, ata I kanë zemrat përplot frikë, për arsye se kanë vepruar për Allahun te bareke ve teala, nuk e din a është pranuar apo jo, prandaj janë të tillë pra që edhe pas veprave nuk ndin shkputje për Allahut xhallahu ala, përkundrazi konsiderojnë se tani që kanë bërë një vepër të mirë, kanë nevojë që të vazhdojnë me Allahun te bareke ve teala, ta lusin që Allahu ta pranon atë, dhe ne këtu të gjithë e lusim Allahun te bareke ve teala që agjerimin, namazin, sadakan, leximin e Kur'anit, dhikrin, Allahu na e ketë pranuar. Allahun e lusim që Allahu siç ne ka gëzuar me Fitr Bajramin,
Allah të na gëzoj me agjerimin tonë ditën e llogarisë, ta bëj atë ndërmjetësues për ne dhe të na mësoj që të hyjmë në xhenet nëpërmjet derës Rayyan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.